Horoskopi ditor është tunë 12 prill 2025. Dashi. Jeta sentimentale për çiftet do jetë e qetë dhe pa probleme. Disa festa apo darka që do bëni ju beqarë me miq do japin mundësi të njihni dikë shumë interesant. Mos e lini të ikë nga duart, por jepini muhabet. Lërni pas turpi nëse doni të gjeni dashurinë. Do shpenzoni pa limit sot dhe situata financiare do përkeqësohet mjaft. Vetëm këshillat e specialistëve do ju ndihmojnë. Demi. Partneri do të thotë diçka që do ju mërzit shumë sot. Mundoni të ruani vetë kontrollin dhe të harroni sepse nuk do mund të dilni dot nga kjo situatë. Beqarët do ndjejnë më shumë se kur vetmin. Pranoni çdo ftesë që ju bëhet dhe mos qëndroni asnjë moment vetëm. Nga ana tjetër, kjo ditë është mjaft e mirë për të përmirësuar situatën financiare. Ndiqni këshillat e miqve. Pinjakët. Edhe ju duhet të tregoni të matur në lidhjen tuaj. Do keni keqkuptime me partnerin dhe debate. Duhet të tregoni shumë diplomat dhe të kujdesshëm. Zgjidhni fjalët e duhura për të kërkuar diçka. Beqarët do kërkojnë më shumë se kurrë një lidhje të qëndrueshme, por sot nuk do keni shumë fat. Financat nuk do jenë të mira. Nëse ju duhet të bëni shpenzime, tregoni të kujdesshëm. Nga porja. Ditë shumë e mirë kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do debatoni her pas here me partnerin dhe nuk do bini dakord për shumë gjëra. Beqarët duhet të mendojnë mirë para se të japin një përgjigje dikujt. Mos veproni kuturu, sepse do gaboheni. Në planin financiar, gëzoni me aq para sa keni, sepse po kërkuat shumë, mund të mbeteni edhe pa gjë. Luani. Do ketë ndryshime në jetën tuaj sentimentale, por këto nuk do e prishin harmoninë tuaj në çift. Dini të dialogoni dhe të flisni me të për çdo problem që keni. Kjo është një nga cilësitë tuaja. Bravo. Beqarët nuk do takojnë sot askëm që do i bëj për vete. Intuita do ju ndihmojë mjaft për të përmirësuar situatën e vështirë financiare. Kujdes, mos merrni shumë rreziqe mbi shpatulla. Virgjëresha. Beqarët do të kenë mundësi të reja për takime interesante. Shfrytëzojeni ato për të gjetur dikë të veçantë. Çiftet kanë ende shumë gjëra për të zbuluar nga të jetuarit bashkë. Sot do kalojnë momente romantike. Në punë nuk duhet t'i thoni shefit disa të vërteta që do i përkeqësojnë marrëdhëniet tuaja. Me të duhet të flisni gjithmonë me takt dhe diplomaci. Peshorja. Në lidhjen tuaj doni gjithmonë të bëhet si thoni ju. Kujdes, ju dhe mund të gaboni. Në çift duhet të vendosin gjithmonë të dy për gjithçka. Beqarët do kenë njohje të reja, por nuk do vendosin për asgjë. Bëni shumë mirë. Koha është aleati kryesor për ta njohur më mirë dikë. Në punë duhet të jeni të matur dhe të vendosur. Financat janë të mira, por mos bëni shpenzime pafund. Akrepi. Morali do jetë i ulët dhe do jeni me humor të keq. Të gjitha këto mund të ndikojnë për keq në lidhjen tuaj dashurore. Bëni kujdes me ushqimin në këtë ditë. Për beqarët nuk është dita e dur për lidhje të reja. Në punë nuk duhet të merrni më shumë rreziqe se sa mund të përballoni. Bëni aq sa keni mundësi, mos e mundoni shumë veten. Shigjetari. E keni rënduar pak partnerin kohët e fundit dhe sot do mundoni të rregulloni gjithçka. Gjërat do përmirësohen në lidhjen tuaj dhe do ndjeheni mirë. Sharmi dhe sensualiteti i beqarëve do të heqë shumë vëmendjen. Përfitoni nga kjo. Plani financiar nuk do të paraqesë asnjë problem për ju. Do keni fat në këtë fushë. Pse të mos bëni ndonjë shpenzim më tepër?
Britsjapi. Në jetën sentimentale, çdo gjë do shkojë mirë për çiftet. Planetët do jenë në anën tuaj dhe do ju tregojnë gjithmonë rrugën që duhet të ndiqni sot. Beqarët do kenë disa takime. Studiojini deri në detaj personin që do njihni dhe më pas vendosni çfarë do të bëni. Po nxituat mund dhe të zhgënjeheni. Mos harxhoni shumë para gjatë kësaj dite, sepse nuk keni shumë dhe do ju duhen. Ujori. Çiftet do kalojnë një ditë të mrekullueshme. Romanca do trokas në portën tuaj. Jeni shumë kurajtar dhe do eksploroni gjëra të reja. Beqarët do kenë surpriza në jetën e tyre sentimentale. Lëreni veten të lirë dhe tregoni më të hapur. Financat do fillojnë të rriten, por ju nuk duhet ta bëni shumë publike këtë gjë, sepse ata që ju rrethojnë mund të përfitojnë. Peshqit. Partneri do ju mungoj shumë sot, do keni të vështirë të qëndroni larg tij. Mos hezitoni, telefonojeni dhe flisni me të. Ah, dashuria, dashuria. Për beqarët pritet një takim, por historia që do filloni nuk do jetë shumë jetë gjatë. Mos i shpenzoni paratë pa kufi. Mendoni që mund të vinë edhe ditë shumë të vështira. Edhe nëse nuk mbani dot ekonomi, mundoni të hiqni pak më njanë.